diu, faleminderit që në Gogo Pikal, kanë ardhur kohë të arta për ne gazetarët. Në kuptimin e minjerës informacionit, shumë punë për të bërë, shumë lodhje. Ju si Citizen Channel keni qenë shumë vokal për të raportuar nga protesta, po jo vetëm prej raportimit, po edhe raportimit, thellimit, ulumtimit me përpikmëri të çështjeve sa i përket trashëgimisë kulturore në Shqipëri e pasurive tona të përbashkëta publike. Kështu që faleminderit që je me ne sot për të folur. Do flasim edhe për ca sekrete madomendja të profesionit apo? Patjetër. Si ka qenë për ty kjo periudhë si gazetar, se unë këtu dua ta nis. Nëse mund të më përshkruash çfarë ndryshoi në rutinën tënde si gazetar protesta. Si është dita jote? Kur shkon atje, çfarë bëni? Nëse mund na thuash element që publiku madomendja dhe i di se i përcjell materialet tuaja mediatike. Për ne kemi një batut këto kohë në zyrë që ka 33 ditë sot që është e hënë. Kështu që jemi çdo ditë në punë, mobilizimi ka qenë jashtëzakonshëm, domethënë nga gjithë grupi, ne jemi ekip shumë i vogël, po përpiqemi që të mbajmë. Po që bëni një punë shumë të mirë dhe të madhe, me thënë drejtën. Vetëm detyrën. Po përpiqemi që të mbajmë edhe një ritëm, po dhe një standard raportimi, që është te i kalosh atë që është profesionale dhe puna. Pra nëse ne do ta konsideronim edhe redaksin, po dhe atë që ne bëjmë për redaksin thjesht si një punë, gjërat do ishin shumë ndryshe. Kështu që investimi dhe njerëzor edhe shpirtëror, po dhe profesional në çështjet ka qenë dhe më parë, po këtë kohë po bëhet më i dukshëm për shkak edhe të ritmit të zhvillimeve. Kështu që dita nis shpejt edhe mbaron vonë, ashtu si për mua dhe për gjithë kolegët që edhe ndërkohë që ne po flasim tani, janë në terren duke ndjekur zhvillimet e protestës. Adrenalin është në fakt për ne gazetarët, sepse natyrisht ne jemi mësuar të raportojmë dhe ngjarje të lidhura dhe aksidente dhe po themi skema të dyshimta etj, po kur shikon gjithë ata qytetar, ato fytyra të reja, ata njerëz që kanë dhe ide në ato pankartat apo mesazhet që japin, kur shikon që qytetarët i shmangen dhunës, edhe përpos përpjekjeve që kemi parë këto ditët e fundit, ndoshta të elementeve, ndoshta të përfaqësive të propagandës, nuk e di këtë pjesë është për të ulumtuar ndoshta në një moment tjetër, po shikon që ka qytetari aty brenda. Dhe kur ti bën këtë punë me këtë zhvillim që tenton ta mbaj brenda shinave të qytetarisë gjën, bëhet edhe një lloj, që ti merr dhe një lloj kënaqësie nga gjëja madomendja. Je pro apo kundër protestës? Se ka dhe nga ata që janë kundër në kuptimin nga që janë pozicionuar programës në poste etj, po e shquajnë këtë energjinë e bukur të rinjve, pra ju duket diçka e bukur në thelb. Si të është dukur ty puna, sepse kam përshtypjen që ke raportuar shumë protesta, shumë momente, edhe protesta që janë mbyllur aty, se kush e mendonte që do zgjaste kaq shumë protesta dhe kaq e konsoliduar. Si ke parë ti, nëse mund na japësh për si është të raportosh, të rrëfesh me këto ngjyrat e bukura, edhe konstruktive në thelb, pra, për këtë demokracitë dhe për këtë shoqëri ku jetojmë. Ka qenë e jashtëzakonshme, domethënë, ne deri vonë në diskutime, e mbaj mend që u mblodhëm për vjetorin e shëmbjes teatrit te Bunkeri bashkë me një grup nga qendrestarët e teatrit, po edhe një grup shumë i vogël gazetarësh, kolegësh që kemi raportuar për çështjen. Dhe ky ka qenë diskutimi, pra në grupe të vogla çështja zihen të gjithë kohës, pra ne dinim që
Edhe ne sa herë kemi bërë premiera dokumentarësh, aktivitete, organizime çfarë do lloji, ti ke përpara një publik që është shumë i zemëruar, po dhe shumë mbështetës ndaj gazetarisë që është kritike, po nuk besoj që askush e parashikonte dhe mendonte që në këtë masivitet, në këtë energji, në këtë shkallë të jashtëzakonshme kreativiteti, që unë jam akoma i habitur dhe çdo ditë habitem me atë që shikoj, nuk besoj që dikush e besonte që kjo do ndodhte dhe që ne kishim ende Jo, nuk këtë e besonim, nuk e energji. besonim, kishim humbur shpresa të thuar, sepse ne nuk jemi vetëm gazetarë në këtë republikë, apo jo, së pari jemi qytetarë dhe i kishim humbur shpresat se minimalisht edhe sa i përket transparencës, është tjetër gjë se si vendos shumica pastaj, po se gjëra do të ishin bërë ose do të kishte shpresë për një gjë më të mirë. Patjetër do vendosi shumica nëpërmjet zgjedhjeve se si do të eci historia e Shqipërisë dhe e vendimarrjeve tona, po dua të pyes edhe për diçka, Lorin, jo për ta anatemuar apo për sjellë ndonjë kundërargument për protestën, po si keni arritur ju ta mbani këtë balancën mes besimit te gazetaria raportuese objektive dhe tek ajo që ndoshta edhe na rrëmben edhe ne të tjerëve nëpërmjet statuseve të Facebookut, sepse nuk mund të përmbahemi dhe mendoj që duhet një qëndrim tani i secilit prej nesh në ekspertizën që ka, në fushën që ka, i juristëve në fushën e tyre, i po themi ekonomistëve në fushën e tyre, i studiuesve të komunikimit, të mediave, të politikës në fushën e tyre. Jo, në Si fakt keni arritur ta mbani këtë balancën, pra për të qenë ndoshta edhe në një distancë të shëndetshme për të kuptuar zhvillimet, se kjo është. ne përpiqemi që këtë distancën ta ngushtojmë pak më shumë se sa një pjesë shumë e madhe e mediave, nuk është rasore, pra ne që në 2018 kur jemi themeluar, jemi përpjek të udhëheqim edhe të promovojmë një model të medias me mision. Një media që beson tek disa çështje të caktuara, siç për ne janë të drejtat e njeriut, siç për ne janë mbrojtja e natyrës edhe trashëgimisë kulturore, siç është llogaridhënia dhe siç është që fakti i të mbështeturit të më të dobtit. Pra ne jemi përpjek në këto 9 vite tani, pothuajse po bëhen 9 vite që gjithmonë ta sfidojmë objektivitetin. Dhe kjo jo në mënyrë naive, emocionale të pamenduar, po në mënyrë shumë të studiuar dhe nga ana teorike. Pra kemi disa module që ne i kemi ngrit në edhe për t'i ndarë me të tjerët, po ne çdo vit përgjithsojmë atë që është mission statement i jon dhe themi që në një mjedis të mbytur me propagandë dhe me pabarazi, të bësh të paanshmin dhe objektivin është të bëhesh pjesë e problemit. Kështu që ne këtë nuk e kemi bërë me vedije, pavarësisht se ne patjetër që besojmë tek standardet e gazetarisë, patjetër që balancojmë çdo gjë që publikojmë, të paktën përpiqemi, se nuk është e lehtë kur ti përballesh me murin me institucionet tona, përpjekja është gjithkohës është e vazhdueshme drejt standardit, po gënjeshtrat me objektivitet unë nuk i kam besuar ndonjëherë, nuk i kam promovuar ndonjëherë, as nuk i kam bërë pjesë të mënyrës se si funksionon redaksia jonë, se mendoj që objektiviteti në gazetari është një nga gënjeshtrat më të mëdha që na është treguar që kur media është bërë mainstream. Dhe është shumë e qartë që në mjedisin tonë, pavarësisht sloganeve, pavarësisht pozicionimit edhe komunikimit publik të pjesës më të madhe të mediave, sidomos asaj media së madhe, objektiviteti është i gënjeshtër sepse media vepron në kushtet shqetësuese të konfliktit të interesit. Kështu që në këtë rrethan, ajo që është përgjegjësia që ne na jep
liria jonë editoriale për shkak edhe të mënyrës se si funksionojmë, mendojmë edhe e financojmë punën tonë. Financoni, se sistemi financimit Është patjetër është thelbi i këtij rëndësishëm. sistemi mediatik ku ne jemi, dhe Po, jo domosdoshmërisht është thelbësor, se ti mund ta financosh punën tënde në të gjitha format e mundshme dhe prap mos t'jesh krah qytetarëve dhe mos t'jesh i pavarur, kështu që un do ta them edhe këtë kur të shtrojmë argumentet, por ne besojmë që nuk ka dy anë të medaljes për disa nga çështjet. Çdo vit në një ditë caktuar që është edhe dita që promovon lirinë e shtypit, ne përditësojmë dhe ripublikojmë atë që është misioni juaj. Ja kemi vënë titullin edhe në shqip, pra është mission statement, po ne quajmë çfarë besojmë. Dhe unë mendoj që kemi nevojë për një media që beson tek disa çështje, që nuk është e ftohtë ndaj zhvillimeve, dhe kjo i mbetet pastaj publikut për ta gjykuar patjetër, po ajo që nga ana jonë është përpjekja është që ne gjithmonë të raportojmë bashkë me qytetarin, jo për qytetarin si një gazetar i ftohtë që përpiqet thjesht të mbledh faktet. Dhe pra nuk erdhi sot me këtë protestën qasja jonë ndaj raportimit, tani mund të jetë bërë më e zëshme sepse rrethanat janë të tilla, po ne praktikisht po bëjmë të njëjtën punë që kemi bërë që kur kemi nisur kur jeni themeluar. Si ke parë ti tani, sepse je profesionisti për dhënë këtë përgjigje, si ke parë po themi qasjen e mediave ndërkombëtare në protest, të kanë takuar gazetar, po më thoshe Le Figaro e gazetar të tjerë, po edhe i ke parë aty në terren, por nga ana tjetër ke parë edhe gazetarin shqiptare apo jo? Gazetarët shqiptarë, këto redaksit e mëdhaja, që mendojnë se kanë dominancën te audiencat. Shikone, si ka qenë aty në terren? Do me thënë, cilat grupe janë afruar? Nëse ti mund të bësh një kthim bek kur e mendon për ditë të veçanta, ndoshta se unë mendoj që fillimi është ajo që e tregoi edhe çarjen e madhe midis publikut edhe medias mainstream. Pra, ngjarja që ndodhi në Zvërnet, që ishte një nga ato shkëndijat që ndezi pastaj atë protest që ne po dëshmojmë këto ditë, nuk u publikua në mediat tradicionale. Edhe protestat e mëparshme që ndodhin, pra ne kemi qenë Zvërnet edhe 4 herë përpara se sa të ndodhte ai episod, dhe kemi raportu për çështjen e Sazanit që vitin e kaluar, pra e kemi ndjek në vazhdimsi. Dhe ai moment besoj që ishte turning point në një gjë që ne të gjithë e dinim, po askush nuk mund ta tregonte me gisht. Kështu që patjetër që media tani është angazhuar në raportimin e protestës, se u bë e pashmangshme. Nuk është hera parë që media e madhe, media tradicionale i bashkohet çështjeve. Po, sepse u bë pa evitueshme për të raportuar. Pra një protest me atë masivitet që nuk mund ta. Pavarësisht se ka gjithkohës jo nga të gjitha mediat, e para, dhe e dyta që dua të theksoj është që ta ndajmë gazetarin nga logoja, është shumë e rëndësishme. Ne për shkak të punës në Citizens kemi pasur në një formë ose një tjetër kemi bashkëpunuar me pjesën më të madhe të gazetarëve në Shqipëri, dhe unë mendoj që ne kemi gazetarë të jashtëzakonshëm, po media shumë të keqe. Tani se sa i ndërlikuar është ky problem dhe se si këto lidhen dhe se si mund dalim nga kjo, na duhet një podcast tjetër. Po do ta bëjmë në një moment tjetër kur shoqëria ti ketë marrë frenat në dorë të Shqipërisë, pra. Por që ky moment ishte, pra unë nëse do veçoja një kohë kur kjo u bë shumë e qartë, ishin ditët e para. Pra po flasim për datën 30 maj, ku media nuk ishte prezent dhe hezitonte që ta publikonte lajmin, dhe për ditët e para të protestës, patjetër që këtu
vazhdon, pra ka një pjesë të mediave që unë nuk dua të bëj lista me emra se S'ka nevojë të gjithë merremi din, se i dim, që përpiqet gjatë gjithë kohës ta minoj protestën. Po me ato dronet nga lart, pjesëmarrja kështu, Po pjesëmarrja dronet, ashtu. po diskutimi për agjenturat, po kjo kritika për hir të kritikës, po një lloj papërgjegjshmërie në atë që thuhet dhe fakti që as nuk ka një përpjekje për ta lidhur me faktin dhe me të vërtetën, atë që thon këto talking heads në banaqet e televizionit. Talking heads e the. A e meritojnë të quhet të tillë? E meritojnë, po. Sepse me ato që po prodhojnë, po artikulojnë, besoj që është pjesë pak e ngjilet e dyshim nëse e meritojnë apo jo. Jo, e meritojnë se unë mendoj që janë talking heads të instruktuar, pra besoj që ka një vullnet aty për të hecur në një linjë që është shumë e qartë. Pra ti nuk mundesh të jesh dakord me kryeministrin gjatë gjithë kohës në mënyrë kokfort për gjithçka. Siç nuk mund të jesh edhe kundër kryeministrit dhe qeverisë gjatë gjithë kohës në mënyrë kokfort për gjithçka. Tani detyra jonë si gazetar është të jemi kritik. Nëse ne bëhemi autoparlant të propagandës që vjen nga të gjitha anët, sidomos aty ku ka para dhe pushtet, unë mendoj që nuk po e bëj mirë punën tonë. Kështu që është më mirë të jesh shumë kritik se sa shumë naiv ose ti shkosh mbas fijes. Me që më solle fikse aty ku unë dua ta them me thënë të drejtën, sepse nuk mund të rri pa e thënë. Ne si Gogo Pikal kemi pas një kujdes edhe vështirësi njëkohësisht për të gjetur personazhe që do ta sillnin, do ta rrëfenin protestën, pikërisht për këtë arsye, pra që dikush merrte një drejtim tjetër. Madje pati dhe ca deklarata para 2-3 ditësh në mos gaboj lidhur me ne përdorën dhunë kundër nesh, do përdorim dhe ne. Mirë po, duke qenë që kjo nuk është një lëvizje politike frymzuar nga një lider X apo Y, ka trajtat komplet të një bashkimi qytetarësh, të cilët jo domosdoshmërisht bien dakord me gjithçka që thot Lorini apo Valmora aty, nëse është aty, dhe ka mendime nga më të ndryshmet. Këtë kemi pasur se kur reflektoj çfarë vështirësish kemi pasur ne në raportim, ne kemi qenë ndër të parët për të raportuar absolutisht për çdo ngjarje, sepse s'ka sens dhe është antiprofesionale sot të fshesh ngjarjet, por për të raportuar në mënyrë të qëndrueshme, të vazhdueshme, lidhur me çdo zhvillim. Kryesisht nëpërmjet videove kemi bërë, por edhe nëpërmjet shkrimeve. Po ama kemi pasur pak frikë se ndoshta element aty, qytetar, eksponent po të duash t'i quajmë, edhe të propagandës, mund na çonin në drejtime që s'kishin bazament pra, sepse dikush mund të dalë dhe të thotë diçka, por nuk është se përfaqëson shumësinë atyre njerëzve që janë përdit aty. Po. Unë nuk e kam, me thënë drejtën, këtë droje. Pra është në përgjegjësinë edhe në atë që është ajo nuhatja gazetareske gjithë secilit që ti kuptoj, ta lexoj sheshin, ti kuptoj dinamikat. Ne na ka ndihmuar shumë fakti që jemi një grup gazetarësh të rinj, por që janë në rrit dhe janë formuar profesionalisht në raportimin e protestave dhe aktiviteteve të kësaj natyre. Që ju shpëton në këto moment në situata të tilla dilemash, po gjithsesi nuk është, unë nuk do ta konsideroja dhe kaq fatalizëm gabosh. Pra ka pasur shumë lëvizje qytetare që kanë nisur si lëvizje qytetare dhe kanë përfunduar në diçka tjetër dhe ne jemi përpjek të shikojmë më të mirën. E çdo organizimi. Dhe patjetër që ka vështirësi, aty ka implikime, po nuk është thelbi. Pra, nëse e lexon bulevardin, e shikon që aty situata është aq diverse, aq shumëllojshme, ka grupe nga më të ndryshme. Shumë mirë që është kështu. Unë do thoja për herë të parë, dhe kjo është një nga gjërat më të jashtëzakonshme, po bashkëtojnë me njëri tjetrin për hir të një çështje shumë më të madhe. Patjetër që nëse
kërkesa kryesore e protestës plotësohet, ato grupe do rikthehen te përplasja me Çfarë njëri tjetrin. grupimesh ke ose po themi komunitete qytetarësh ke parti aty? Tani unë nuk dua të bëj kështu analizë lexim se nuk më takon mua ta bëj këtë, po nga ajo që un kam parë është janë partitë e reja patjetër që kanë Po Lëvizja prezencën e Bashkë ka vet. qenë e para, me thënë drejtën, më pas Ka është qenë e bashkuar para dhe Shehaj. ka qenë e para dhe ajo video e famshme e qytetarit që të riqet zvarr nga një nga rojet private të Zvërnesit është publikuar dhe shpërndar nga aktivistët e Lëvizjes Bashkë dhe këtë duhet ja japim. Ja, po patjetër, Si po. dhe kanë qenë aty gjithkohë dhe janë marrë me çështjen dhe ne shumë shpesh në rastisë që kudo ku jemi ne i shikojmë. Se janë shumë prezent kudo ku ka lëvizje qytetare. Kështu që partitë e reja janë aty, është një grup i jashtëzakonshëm studentësh që për ditë po sjellin aksione të vogla, gjëra shumë kreative, rinore që un kam mbet i impresionuar prej tyre. Janë studentë që studiojnë në Shqipëri, Po, jashtë ku? janë studentë Apo të shqiptarë, ndryshëm? studentët në protest quhet, kanë edhe një faqe tani në Instagram dhe çdo ditë bëjnë aksione që për ta Që gjallëruar janë dhe kreative protestën. dhe Janë të jashtëzakonshme. Unë çdo ditë sa herë shkoj aty, shikoj që po bëjnë diçka që unë nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund të bëhej. Janë artistët, është një kënd për fëmijët që është e para protestë miqësore për fëmijët dhe për familje dhe shikoj edhe si pikturojnë edhe kanë mbushur dhe boshllëqet e qytetit, pra në një qytet jo shumë miqësor për fëmijët, bulevardi u kthye në një kënd lojrash. Për shkak se këndet e lojrave tani ne përveç qendrave tregtare i kemi në mungesë. Janë aktivistët që kanë qenë pjesë e grupimeve që protestojnë prej vitesh për çështje të ndryshme, i shikoj gjithë bashkë, kush proteston për natyrën, kush proteston për pronën, për tjetërsimin e burimeve natyrore, pronave në forma të ndryshme. Artistët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, sidomos me këndin e fëmijëve, pra ka një energji fantastike për të prodhuar nga një poster proteste çdo ditë. Për të prodhuar pankarta, për të prodhuar stikera, për të prodhuar banera të mëdhenj, për të prodhuar flamingo që janë tani duhet të jenë 200 flamingo që janë prerë me dorë në protest. Ka njerëz që vinë me familjen, ka të rinj që vinë me, pra është bërë hapësirë sociale shumë interesante dhe nga fillimi në fund sheshit shikon grupet ndryshme, ka njerëz që qëndrojnë afër mikrofonit, shprehin atë problemin e vet, qytetarë që flasin. Diaspora po ashtu. Diaspora është shumë prezente. Pra unë dua të lexoj këtë anën e mirë të protestës, sepse me thënë drejtën dhe nga ana njerëzore dhe nga ana gazetareske kjo më intereson. Nëse në atë organizim do kemi një dominancë të asaj që është ana shqetësuese dhe negative, mund të flasim për të, po unë nuk e shikoj. Jo, nuk është sepse i sollën pak a shumë dhe momentet që edhe kur ka pasur tentativë për të tërhequr edhe u tërhoq në mënyrë brutale njëri tjetër nga forcat e policisë. Ndërkohë që ne po bisedojmë, kemi përplasjen përpara parlamentit. Por e shoh që nuk e kam ndjekur këtë, çfarë ka ndodhur para parlamentit tani. Ka çdo ditë, edhe dje edhe sot, ka pas aksione nga aktivistët, nga qytetarët që po i presin deputetët me vezë dhe me miell. Dhe dje ndodhi e njëjta gjë, sot ishte pak më ashpër reagimi nga ana e policisë, një pjesë e tyre janë shoqëruar tani në komisariat. Pamjet goxha të dhunshme, pra me një lloj shikoj mungesë proporcionaliteti aty në raport me atë që po ndodh, pra dikush po hedh vezë dhe miell, dikush tjetër po i thyen hundën njerëzve që thjesht mëkati i tyre i vetëm është që po filmojnë, kështu që e shikoj që po bëhet shqetësuese në këtë drejtim. Të kalojmë Lorin te ajo pjesë që ju keni publikuar
Po ashtu ne si Gogo Pikal kemi publikuar, por edhe të tjerë aktorë të rëndësishëm që na ndriçojnë, se jemi kështu në këtë shkretëtirën prej shumë vitesh, ndoshta 35 vite në shkretëtirën e mos orientimit të kësaj shoqërie, të këtij publiku ose të keq orientimit, me qëllim, pa qëllim, për shkaqe të gabimeve, të mungesës përvojës së ne gazetarëve, por kjo është gjë tjetër, por më duket sikur ka qenë kështu konsistente dëshira e propagandës për të lidhur me këto media, të cilat kanë funksionuar në këtë formë për të mos ta ndriçuar njeriu. E disa nga aktorët që kanë ndriçuar me shumë kujdes, këtu se nuk i përmendim dot të gjithë, po mund të them Fatos Lubonja, Auron Tare, Afrin Krasni që kishte shkruar, ju keni shkruar si Citizen Channel, dhe shumë të tjerë që tani patjetër nuk i përmbledhim dot të gjithë, por kanë hedhur dritë mbi këtë librin e famshëm, The Albanian Files. Unë me të qeshur e quajta në një shkrim që ne publikuam dje, që në fakt agjentët që kërkonte Thonjza Edi Rama, dhe ministri ynë, i ka pasur në zyrën e tij. Pra është autorja dhe shtëpia botuese, sepse me dashje apo pa dashje, në fakt kanë nxjerrë të palarat e vendimarrjes që nuk ka pyetur për qytetarët e kësaj republike. Pra, dikush që mandatohet si kryeministër, fillon vizaton dhe skicon Shqipërinë sipas mënyrës, idesë, dëshirave, qëllimeve, artit, po të duash ta quajmë, dhe pasi e bën këtë skicën, fillon ta realizojë në praktik. Ne nuk kemi gjikundi. Madje kur lexon ato rrëfimet i kupton që jo vetëm që ne jemi gjikundi, po kush jemi ne që të jemi gjikundi. Ju keni zhbiriluar me shumë detaje pjesën e të gjitha projekteve. Por para se të shkojmë te projektet, çfarë është për ty The Albanian Files, pasi ti ke lexuar, e ke parë, dhe çfarë dëshmon? Se mund ta quajmë vërtet një provë, një fakt, një e skemës, jo në pikpamje ligjore, se pastaj do jetë, nuk e di, spagu atë të tjerë nëse do ta quajnë, megjithëse qytetarët kanë bërë kërkesa atje, por në pikpamje si e lexon ti, si e ke parë ti këtë produkt? Unë në fakt jam tronditur nga ai libër për shkak edhe të faktit që të paktën nga media dhe qytetarët edhe kushdo që është në krahun ton të gjës, më rastisi që ta kisha në dorë i pari. Edhe kam kopjen e kryeministrit, që e kam shkruar në mënyrën si më ka rënë në dorë. Mund të them urime që e kishe i pari? Dhe ishte pak rastësi, pak nuhatje. Historia është interesante, e kam shkruar tek Citizens, është një artikull. Po, i referohesh eventit që kishit te Vila numër 3? Jo, unë aty e pash, pra libri është promovuar në si pjesë e festivalit Bukë e Zemër, edicionit të dytë. Ne kemi qenë aty tek edicioni i parë i festivalit, morëm një bilet një nga kolegët dhe kemi qenë. Mund të them urime prap? Apo s'po them prap urime, okay. Kemi qenë shumë kritike edhe për festivalin, edhe për mënyrën si është organizuar, edhe për atë që është më vonë fondacioni Bread and Heart, edhe për hapësirën ku është mbajtur ky festival, edhe hapësirën nga ku kryeministri dha intervistën e famshme për CNN-in, ku e tregon atë libër si vizionin e tij për vendin. Pra është e qartë që ai aty është tek Vila Number Red, ose Vila e kuqe, për cilën ne kemi shkruar, është një objekt i ndërtuar me tendera sekret, janë 6 milion euro nga taksat e qytetarëve, që Agjencia e Shërbimeve Shtetërore i ka trajtuar si çështje të sigurisë kombëtare, për shkak të faktit që ai objekt dikur ka qenë pronë e gardës. Tani është bërë një hapësirë kulturore, mbrëmjesh edhe festash edhe promovimesh libri, por është buxhetuar si një aset i sigurisë kombëtare, dhe kjo ka qenë shumë problematike. Ne kemi muaj që përpiqemi të kuptojmë se kush për të lidhur këto pikat dhe për të kuptuar kush e ka bërë atë objekt dhe pse u zgjodh ky sekret kaq i madh, dhe pse të gjithë këto tendera sekret që janë
komisionua aty janë të gjithë me 99 ose 98% të fondit limit. Projekti Vilës Kuqe është një dhuratë nga Studio Bofill, që është një nga klientët e kryeministrit dhe është pjesë ka kapitullin e vet në librin The Albanian Files. Dhe në këtë kontekst, pra ne kemi qenë shumë vigjilent për sa i përket zhvillimeve që i lidhin arkitekturën, artin me qeverisjen në Shqipëri. Kjo edhe pjesë e punës tonë, kemi një rubrik dedikuar që quhet Tirana Vertikale, ku ne po bëjmë një punë kërkimore gazetareske për ndërtuar nga një skedë për çdo kull që po ndërtohet në qytet, dhe e njinim ekzistencën e librit që të paktën jo të librit si libër, po të bashkëpunimit të qeverisë me arkitektët që nga Bienalja e Venecias vjet, ku ministri Gonxha ka komisionu një pavion me të gjithë këta arkitektët që po ndërtonin Shqipërinë. Pra libri është paraprir nga një dokumentar që quhet Në mos gaboj The Albanian Case. Dhe çfarë emrash kanë gjetur The Albanian Files, The Albanian Case? Besoj se këto i gjejnë përgjithsisht prokurorët, mendojnë këto lloj emrash ose gazetarët. Nuk e din nëse ka diçka aty në subkonsh ose është thjesht një mungesë fantazie dhe shije keqe kështu artistike, letrare, po nuk du ta interpretoj. Unë më shumë se sa me emrat jam marrë me përmbajtje. Përmbajtjen patjetër. Dhe kam shpenzu një javë duke shfletu, duke u njohur me librin, kam ndërtuar një database të gjitha projekteve, datave, kompanive të përfshira, kohës kur këto, se koha shumë e rëndësishme në atë që shkruhet në libër. Kopja e librit që kam unë është firmos nga dikush që me vullnetin e vet ka shkruar aty nga një vrasës flamingosh, kështu që sa herë që kthehesha dhe shikoja faqen e parë, atë batut të pavend, do thoja unë, për kohën dhe për momentin kur është bërë, e kuptoja që në fakt kjo qeveri, ky vizion për ta zhvilluar vendin duhet na shqetësoj të gjithëve. Pra, praktikisht aty ka një sulm të jashtëzakonshëm ndaj natyrës. Ne pak përpara se sa të publikonim hulumtimin për librin, publikuam një tjetër investigim që lidhet me 2 projekte të mëdha në 2 delta, në 2 hapësira tjera që dikur kanë qenë të përjashtuara nga ndërtimi përpara ndryshimeve të famshme të ligjit në vitin 2024. 2 qytete të reja gjigande, që tani janë tërhequr nga kompania Balfin, një në Darzez dhe një në anën tjetër në deltën e Vjosës. Bëhet fjalë për projekte masive me 50.000-60.000 banor, me marina, porte jahtesh, njëri quhet Umea, tjetri New Apollonia, pra kemi 2 qytete të tjera të mëdha. Janë tërhequr tani? Tani ka një tërheqje nga firmat, po është shumë e qartë që aty janë hapur 12 nipte dhe janë injektuar 5 milion euro kapital, kështu që mua tërheqja më duket taktike në këtë rast për shkak të zhvillimeve. Sepse kuadri ligjor është përthyer në mënyrë të tillë që e lejon zhvillimin e këtyre projekteve. Kjo jo për ta natemuar projektet, po nëse shikon shkallën, pra edhe brenda librit Albanian Files, ne pas hulumtimit të parë jemi përqendruar vetëm te projektet që prekin plazhet e Virgja dhe zonat e mbrojtura, dhe janë 19 të tilla. Që në fakt duhet thënë kanë qenë dhe para ndryshimit të ligjit, një pjesë, jo të gjitha, patjetër. Pra ne kemi një plan për Poron edhe Nartën që në vitin 2022. Por ndryshimet nuk ishin. Pra, bëjmë këtë vizionin? Po. Bëjmë iden, e skicojmë, bëjmë ngjyrat që duam, materialet që duam, xham, gur, kujdes jo shumë xham, pak xham. Shkalla është qetësuese, pra kemi masivitet, kemi mira, qindra mira metra katror, hektar të tërë ndërtimi dhe vilash edhe hotelesh edhe fushash golfi dhe marinash. Dhe pastaj hiqim këto pengesat. Çfarë është pengesa? Po ç'është një pengesë shumë e vogël. Ligji shqiptar, çfarë është ligji? Ligji pra jemi ne. E ndryshojmë si të duam dhe keni shkruar ju, kemi shkruar ne, kanë shkruar dhe shumë media tjera lidhur me kasapanën që u bë për atë djathtin Kaçkavall. Hiq këtu një zonë, hiq aty një zonë,
nga këto zonat e Kjo mbrojtura histori dhe fillon të paktën për zonën e Nartës fillon me aeroport. Mhm. Pra të vizatosh një hartë të një zone që është e mbrojtur dhe t'i vendosësh në zemër të saj një aeroport, është shumë e qartë që ndjeshmëria ndaj natyrës këtu është e niveleve shqetësuese, do Mhm. thoja unë. Dhe nëse ti ke instalu një vepër aq të madhe, pra unë nuk besoj që ka unë nuk jam ekspert i mjedisit, por nuk besoj që ka një infrastrukturë që ndikon më shumë në mjedis se sa aeroporti. Ah. Nuk e di, mund të ishte ndonjë minier ose diçka që mund të ketë ndikim më të madh, por aeroporti e ka dëmin jo vetëm kur ndërtohet, po dëmin më të madh e ka kur operon. Dhe në një hapësirë, në një rrugë migrimi zogj, kemi duhet zgjedhje pasur- midis zogjve prej Çeliku ose zogjve që vinë aty se bëhet e rrezikshme. Kemi pasur Joni Vorpsin në podcast një vit më parë, sepse kjo është e çuditshme kur thuhet po pse po flitet tani se Dhe ne media kemi tani hasë shumë shpesh. Njerëzit Po. edhe të shqetësuar, që unë e kuptoj zemrimin edhe ndaj medias, na komentonin, na shkruanin me një zemrim, pse po e thoni ju tani këtë gjë? Po, ku ishit Dhe më unë 2 parë javë pra? të para të protestës vetëm kam publiku editoriale dhe përmbledhje të shkrimeve që ne kemi bërë që në 2020-ën, 2018-ën, sepse këto janë çështjet që ne për shkak edhe të natyrës punës tonë, që është shumë tematike, ne mund të kemi bërë 50 video reportazhe dhe 200 artikuj për çështjen e aeroportit. Dhe Joni këtë gjë thoshte që jo vetëm mjedisi aty që është shkatërrues nga efektet që do ketë aeroporti, po ne folëm pak edhe për sigurinë e udhëtarëve, sepse ajo është zonë me migracion, me shtektim zojsh, domethënë dhe ne do të jemi të pasigurt, por natyrisht bërja e këtij aeroportit aty u bë me një qëllim, se do ndërtosh Është qartë, tani me të tjerët rreth e rrotull. Është shumë e qartë, pra nëse ti do të ndërtosh 3 resort towne në atë territor, duhet një aeroport që ti çosh njerëzit aty. Kështu që nëse do kthehemi te Albanian Files, ajo nëse unë do ta përkufizoja me një fjali, Albanian Files është vizioni për një Shqipëri resortesh edhe kullash. Po në Butrind pse duhet një resort e një qyteti tërë afër Butrindit, pse? Apo të kombinoj arkeologjia, që kur të vinte ai turisti ti kishte të gjitha në pëllëm të dorës. Edhe aty është, nëse ke fjalën për manastirin, se ka përflitet për projekte të tjera të mëdha. Po dhe projekte të tjera. Të mëdha në Butrind. Te manastiri është bërë tashmë skemi çfarë. Akoma nuk kemi parë gjë, nuk mund ta paragjykojmë. Mundet nëse do bëhemi subjektiv ta paragjykojmë. Unë nuk kam parë plane zhvillimi për Butrindin ende, edhe tek Albanian Files nuk ka. Ka projekte arkitekturore, pra ide arkitekturore. Është një projekt për një qendër vizitorësh, ka debat Butrindi se si është menaxhu nga fondacioni që është hapur nga ADF-ja. Projekti për qendrën e vizitorëve është bërë nga një arkitekt japonez që ka një lloj ndjeshmërie, pra ato janë projekte shqetësuese për nga natyra se si janë komisionuar dhe se si janë vendos. Të tjerë mund të mendojnë që janë shqetësuese edhe për mjedisin, unë nuk jam, po e përsëris që nuk. Nga pamjet e asaj qendre, do me thënë gjitha jo hapësirë jashtëzakonshme aty e zënë, paktën siç dukej vizualisht, Po, nëse do e vendosim atë në raport me çfarë po ndodh, është gjë e vogël. Është gjë e vogël. Dhe i shërben vizitorëve të parkut Divjakat, shkojmë te Divjaka. Po. Se kemi Divjakën, kemi masterplan për Talen, kemi resorte në Krorës, në Lukov, kemi një hotel për xhami mbi gjirin e Kakomes, kemi kulla afër Ranës Hedhur dhe një resort të tërë, pra e gjithë Shqipëria është vendos në dispozicion të investitorëve dhe patjetër që dikush mund thotë që këto janë thjesht projekte, nuk do materializohen. Kjo ka qenë një nga kritikat që dhe ne kemi marrë kur i kemi bërë publike këto projekte, po të dhënat tregojnë ndryshe. Pra, një pjesë shumë e madhe atyre projekteve janë zbatuar, një pjesë janë në fazë detajimi, një pjesë po presin për leje, ligji është bërë lastik në mënyrë të tillë që e lejon. Avantazhit tregtar që jep edhe ligji për investime strategjike, edhe paketa maleve së shpejti, është shumë e qartë që përpiqet që t'ja lehtësoj jetën investitorit, i cili thjesht premton që do investojë një shumë caktuar parash dhe do punësoj
ca njerëz, pra kontrata është thjesht premtim. Unë nuk kam parë deri tani dikë të monitoroj nëse ato para që u premtuan të investohen janë investu vërtet. Pra me një vendim kemi 10 hektar tokë që jepen në përdorim të përjetshëm, kemi 100 hektar tokë që hiqen nga fondi pyjor dhe nga natyra. Deri kur kishim bënë me shkatrimin e Bregdetit, ishte shumë shqetësuese situata, ka pas monumente natyre që janë prekur, rrugët e bardha në Palas tani mund t'i shikosh nga balkoni vilave, sepse nuk mund t'a quaj më monument natyre për shkak edhe të shkallës të ndërhyrjes aty. Unë rastisa në një udhtim goxha të gjatë në jug, edhe në zonën e lumit Vlorës, po deri në fund të Bregdetit, po punoj për një ulumtim me ca kolegë spanjoll dhe praktikisht teza jonë ishte kush është pronari i Bregdetit shqiptar. Dhe të dhëna do dalin shumë shpejt dhe ajo që kemi zbuluar ne është që ne nuk jemi më është shumë e dukshme, pra nuk ka nevojë ta themi ne, po rëndësi ka që ca gjëra dhe ti analizojmë dhe ti shtrojmë nga ana gazetareske dhe tregojmë se si kanë ardhur këtu dhe cila është shkalla e tyre, po shumë shpejt do publikohet shkrimi, edhe një dokumentar i shkurtër që po punojmë që tregon që Bregdeti jonë është zaptuar nga 10 qindra projekte, vilash, kullash, rezortesh, natyra po shkertohet, do thoja unë. A kemi mundësi për ta kapur trenin që ta ndalim, Nuk e apo di, kjo do ky tren vullnet është nisur politik. tashmë? Kjo është çështje vullneti politik. Vullneti politik ka promovuar, ka lehtësuar eksaktësisht kundërtën. Madje kemi një qeveri që mburret me këtë. Në parathënien e kryeministrit tek libri famkeq Albanian Files, thuhet që Shqipëria është një vend i lirë nga joja, edhe nga parehatia që krijon mbi rregullimi, dhe është një parajs për arkitektët, se fantazitë e tyre mund t'i bëjnë realitet, mjafton që të gjejnë rrugën e komunikimit me kryeministrin. Është shumë e qartë që të gjitha historitë aty, libri është i përbërë nga 60 kapituj, secila nga studiot e ka shkruar vet kapitullin e vet. Sa të sinqert dhe naiv dhe si fëmijë me një sinqeritet prej fëmijë. Si familje e lumtur, unë kështu i kam quajtur. Po, ju kishit përdorur familje e lumtur, po kishin rrëfyer aq hapur dhe si u njohën, dhe çfarë than, dhe batutat. Nuk ka asgjë të palishme që një arkitekt dhe një kryeministër të jenë miq. Për sa kohë kjo gjë nuk implikon atë që është avantazhi mbi paratë publike, pastrimi parave që vinë nga burimet dyshimta, pra kemi 3 dosje të Spakut së fundmi që tregojnë lidhjen midis trafikut të drogës edhe kokainës edhe ndërtimit. Tek artikulli që kemi publikuar në Citizens për Albanian Files, është një cop tok aty te Garda, që duket si territori i vogël, po ajo unë zgjodha atë trekëndësh, sepse ajo është praktikisht një nga simbolet më të mira të mënyrës se si shteti, krimi, investitori, agjencitë shtetërore bashkëpunojnë. Ajo tokë aty nga Velia në 2018-ën vajti ta çlironte dhe premtoi që do ja kthente qytetarëve dhe do ta bënte park. Korporata e investimeve shqiptare ka shit çdo gjë publike në atë tokë, ka bërë pazar për atë bibliotekën e re kombëtare me një ndërtues që tek dosjet e Spakut tani ka dyshime shumë të forta që parati ka gjeneruar nga trafiku i kokainës, parcelat vogla toke publike janë dhënë investitorëve privat, studiot patjetër janë ato që janë pjesë e kapitujve të librit Bukë e zemër, parku i liçenit po zvoglohet, kullat po ngrihen, parat nuk ka rëndësi nga vinë, mjafton që të jenë aty dhe të gatshme dhe të shkoj lart. Vizioni i kryearkitektit, pra po e pan këtë Shqipëri si një top plasteline, si arkitektët, ndoshta është edhe brenda të drejtës së tyre për të qenë kështu kaq kreativ, po ne në fakt kemi vendosur një person, kemi mandatuar një person ta drejtojë këtë topin e plastelinës, nëse arkitektët e kanë parë kështu, me përgjithshmëri, pra minimalisht. Nëse ne do të kishim qenë të gjithë dakord, që shikoj le ta bëjmë kështu Shqipërinë,
Duhem pyetur njerëzit. Duhem pyetur pra. Këtu askush nuk e ka çuar ndërmend të pyes. Se po thoshe për monitorimin që nuk pak më parë që nuk është monitoruar, a kanë shkuar këto parat premtuara aty, po ne po flasim këtu për një nivel që këtu nuk ka dëgjesa publike pra. Nuk ka konsultime me banorë, nuk ka diskutime. Jo më pasaj të monitorosh se si është zbatuar ky projekt, nëse është zbatuar. Pra, nëse të gjithë zinxhirin e administrativ që kërkon shteti, se shteti praktikisht është burokraci. Pra, ajo që duket është që këtu burokracitë shmangen dhe madje me mburrje thuhet që ky është një vend ku burokracia Po, e thoshin arkitektët aq bukur aty në shumë momente. Kryeministri është kryetari i Bashkisë së Shqipërisë, është kryeministri i gjithë pushtetshëm, është drejtuesi i qeverisë dhe i grupit parlamentar, është drejtuesi i Këshillit Kombëtar të territorit. Madje do ishte mirë të shpallej edhe mbret, sipas degrafit, e mos kishte fare zgjedhje në Shqipëri. Është qartë që të paktën tani ne shikojmë një akumulim të jashtëzakonshëm të pushtetit dhe vendimarrjen që është qëndërzuar në mënyrë shumë shqetësuese. Pra, nëse Këshilli Kombëtar i Territorit, që është një organ që është ngritur për të marrë vendime strategjike mbi territorin, kthehet në noter lejesh dhe sa herë që mblidhet gjithë gazetarët presin aty çfarë kullash të reja do kemi në qytet, çfarë rezorte të reja do kemi në Bregdet, pra këtu kemi një problem shumë të madh. Sepse këtu po anashkalohet pushteti vendor, pra nuk ka më asgjë në dorë, nëse Këshilli Kombëtar i Territorit që ka marrë dhe ujin tani së fundmi vendos që një pjesë shumë e madhe e Bregdetit të Jalës do bëhet resort nga një kompani, që ky është një nga ngjarjet e fundit, ata thjesht duhet bëjnë gati territorin, letrat që t'ia lehtësojnë jetën investitorit i cili nuk paguan as taksa. Dhe kjo është pjesa tjetër e shqetësimit. Pra nëse këtu pagzohesh investitor strategjik sepse ke premtuar të investosh ca para të cilat shtetit nuk i intereson shumë nga i gjend, pra mjafton t'i kesh ato para ose të vendosësh statusin si kolateral për kredi. Pra shteti t'jep një avantazh tregtar që ti mund ta përdorësh për të marrë një kredi për të zhvilluar një projekt. PPP-t e famshme e bënin këtë në mënyrë kështu të përsëritur. Tani kemi dhe investitorë strategjik që po futen po prap në këtë valle. Pra bashkia aty nuk luan asnjë rol. Pra ne kemi tani presion të jashtëzakonshëm nga ana e qeverisë, kemi kryeministrin që i mbledh kryetarët e bashkive dhe i bërtet dhe i thot më sillni tokat për zhvillim për paketën e maleve dhe i urdhëron që i sjellin copa territori që ky t'i fus tek ky ligj i famshëm që ato të zhvillohen në të njëjtën mënyrë që po zhvillohet Bregdeti. Që kjo me këtë kuadër ligjor që kemi ne tani është në rregull. Po problemi është e ligji, pra shumë nga hulumtimet tona shkojnë dhe kritikojnë ligjin. Dhe komplet anën administrative të gjërave që këta e kanë ditur se e kanë paraprirë këtë situatë. Dhe patjetër që këtu ka terren, pra konflikti i interesit është i hapur. Nuk ka një ligj këtu që legjitimon injektimin e parave të drogës në sektor të ndryshëm. Nuk mund të ketë. Nuk ka një ligj që të lejon ty të punosh pa leje në një zonë të mbrojtur, të quash 8 kilometra rrugë zhavor dhe prerjen e mira pemëve, të quash punime përgatitore për studim gjeologjik. Se kjo ndodhi në Nart. Dhe të thuash me bindje, pra ministri Jaupaj del dhe thot aty nuk është prerë asnjë pemë. Dhe ne ishim pardia aty bashkë me grupin e eurodeputetëve dhe ata nuk e kishin kuptuar akoma shkallën e gjës. Dhe do duhej të shkonin aty, pra se mendonin që ishte vërtet aq e vogël. Çfarë eurodeputetësh ishin apo këta që ishin të pranishëm? Po, ata që erdhën në Shqipëri u bashkuan edhe protestës, përgjithsisht. Çfarë thanë atje? Të thanë diçka, dëgjove diçka në një përshtypje këtyre eurodeputetëve? Ajo që ndryshon, pra se si qasja është komplet e ndryshme. Pra kemi një grup njerëzish që vinë për të mbështetur Shqipërinë dhe kjo besoj që është shumë shqetësuese për qeverinë sepse po përpiqet të ndërtoj këtë narrativën që protesta po dëmton integrimin e Shqipërisë në BE dhe turizmi, po kur Europa vjen këtu dhe mbështet protestën dhe kur Europa i thot qeverisë që garancitë e tua nuk më bindin dhe kur voton një rezolut që thot që ti duhet bësh një moratorium të menjëhershëm
për ndërtimet në zonat e mbrojtura, sepse ky ligj që ti ke bërë që premton ta heqësh, po nuk do ta kishe bërë në radhë të parë, nuk është konform standardeve të Bashkimit Evropian. Atëherë këtu është një elefanti në dhomë i ulur këtu, që thjesht qeveria jo nuk do që ta shoh. Dhe ata nuk thon asgjë tjetër nga ajo që ne kemi vite që e bërtasim, sepse është ajo që është e vërtetë. Pra këtu përfaqësuesit tan politik të dyja krave, kur vjen puna te interesi, kanë probleme shumë të mëdha të integritetit edhe të vërtetës. Kemi me 10 raste ku shikojmë edhe opozitën që bëhet aksionere nëpër kompani dhe nëpër kulla dhe braktis protestat dhe betejat qytetare dhe qendrese. Partinë Demokratike në këtë rast, se unë nuk e quajm më opozitë Lorin të Shqipërisë, po e pam qëndrimin e saj që prej fillimit për protestën, e kemi parë se si duan ta mbajnë peng të dy. Ka një mungesë koherence të frikshme. Pikërisht, dua t'i fus të gjithë përfaqësuesit opozitar të vendit në një thes, po ajo që është drejtimi, pra që kjo lidhet që me demokracinë që kanë brenda strukturave të tyre, me thënë drejtën. Kur i mungon brenda strukturave. Kishim zgjedhje për Këshillin Kombëtar dhe emrat dolën 5 minuta para se të votoheshin. Po janë punët e Partisë Demokratike që me thënë drejtën mua si gazetar nuk më janë punët edhe tonat. Nuk më interesojnë se nuk ndihemi përfaqësuar nga asnjë prej këtyre palëve, me thënë drejtën. Dakor, po garancia e një qeverisie të mirë është një opozite e mirë, që të jetë aty të kërkojë llogari, sepse është ajo aty që e mbajtja të kuvendin këto ditë që janë takuar, edhe filluan debatet, sherret e tyre të zakonshme, e ndërkohë një pjesë socialistësh neglizhonte çfarë po ndodh, vazhdon bën sikur s'po ndodh asnjë gjë në këtë Shqipëri. Pjesa tjetër e opozitës kanë fajin fakt se dhe protestuesit i ka thënë stop Berishës, nëpërmjet edhe thirrjes së tyre Rama-Burg e stopon dhe gjetjet më të jashtëzakonshme të kësaj proteste. Dhe të flasim pak për këto elementet, se vërtet ka shumë mendim aty dhe ka mendim është shndërruar në një kaos pra. Okej, mund të kishte ca zëra tek tuk qytetarësh në protesta të tjera, por çështja, po kjo është vërtet ravizuar një kaos e fuqishme që qëndron, që ka bazament. Dhe ka sepse aty ka një energji të jashtëzakonshme, pra të shikojmë një nga grupet që harrova ta përmend përpara është grupi i daullëve, që ata janë zemra e marshimit që bëhet më brapa, pra mbajnë një ritëm thirrjesh. Po, dhe shumë këndshëm, shumë në mënyrë shumë qytetare aty. Po, sepse ka qytetari në protest. Pra, besoj që këta të rinj që ne i quanim kështu të pa është ky elektorati i gri për partitë politike, pra që s'kan arritur dot ta bindin. Aty ka një energji të jashtëzakonshme elektorale që unë nuk e di se si do materializohet, po është shumë e qartë që qytetarët kërkojnë ofertë politike tani. Ndihen komplet pa përfaqësuar nga ato që janë partitë e konsoliduara dhe që kanë pas pushtetin deri tani. Protesta në një farë mënyre edhe partitë e reja e shikoj që nuk i afron. Pra nuk do që të përfaqësohet edhe nga partitë e reja, që është shumë e çuditshme, po është kështu dhe ne thjesht mund ta themi që është kështu, pra nuk kemi pse askush nga ne nuk mund të gjykoj mbi këtë, sepse nuk e kemi ne atë pozitën e gjykimit. Unë jam kujdes për ditë për një aspekt shumë interesant protestës, që ishte një galeri e pankartave me memet. Po kemi parë punën unë e bëja vetë, harxhoja orë për të ecë midis protestuesve, sepse kemi pas edhe njerëz që mendonin që duke bërë këtë po e bëjmë protestën qesharake. Unë mendoj që është eksaktësisht e kundërta, se ajo si formë komunikimi kërkon një angazhim aq të madh, pra duhet që dikush të mendoj diçka, ta krijoj atë, të shkoj ta printoj, të vi në bulevard edhe të mbaj atë pankartën. Po dhe diçka që të ketë peshë, pra të zërvend, të rezonoj edhe me qytetarët e tjerë, jo vetëm ata që janë në shesh, aty në bulevard, sepse
shumë të tjerë janë me protestën, po nuk kanë mundësi të jenë aty. Dhe të jetë edhe pjesë e kulturës përgjithshme të internetit, se ne jemi një vend që kemi kulturë të internetit. Pra kultura memeve, këto faqet satirike, profilet e njerëzve, ajo që duket si humor, si batut, në fakt është një shpërfaqe e shoqërisë. Dhe unë prandaj kam qenë shumë entuziast për atë si formë proteste, se mendoj që përveç se është kreative dhe godet. Pra është një mesazh, se nëpër meme një gjë thuhet, ilustrohet edhe me imazh dhe ajo që unë kam arrit të interpretoj, pjesa më e madhe e memeve janë për kryeministrin. Dhe kjo tregon që njerëzit nuk janë dakord që një njeri vetëm të mbledh këtë sasi të jashtëzakonshme pushteti. Dhe e shigjetojnë atë në mënyra nga më të ndryshme, ca janë kreative, ca janë të zemruara, ca janë cinike, disa janë shumë të buta apo të mençura, apo ndërkohë duhet pak kohë që ta kuptosh mesazhin. Kështu që ajo që shoh unë është, pra unë vazhdoj të jem i impresionuar, i habitur nga gjitha i kreativitet, gjitha ajo energji dhe kjo Shqipëria e re që po flitet. Edhe kontrata e re, po unë kam një qasje të tillë në raport me të rinjt që janë aty, e para njerë që këto partit e reja, opozita, partia më e madhe opozitës, Partia Demokratike, nuk mundën që të bindin këta të rinj. Nuk mundën. Opozita që në fillim u shpreh kundër protestës, jo, nuk duhet ta harrojmë. Para se të niste protesta nuk kanë ditur ta bëjnë për vete këtë elektorat. Nga ana tjetër, pjesëmarrjen e të rinjve e këtyre grupeve kreative që janë aty, që kanë ide, po kanë dhe formim, po kanë ngritur edhe stekën e pritshmërive nga qeverisja, nga demokracia, janë aty dhe kanë ditur ta shfaqin, sepse në radhë të parë kanë thyer tabu si frika. Në radhë të dytë nuk kanë memorie, sepse kanë lindur ndoshta kanë qenë shumë të vegjël ose kanë lindur më vonë, nuk kanë memorie kështu. Pjesa më e madhe e tyre kanë lindur kur Berisha dhe Rama kanë qenë kanë bërë atë rotacionin, domethënë. Që kur kanë lindur njerëzit e mbajnë mend kryeministrin që ka qenë ministër kulture. Pastaj kryetar bashkie, një pjesë shumë e madhe kanë lindur kur ai ka qenë kryetar bashkie. Megjithatë unë mendoj që ata s'kan fare memorie, këta të rinjt. Nuk po i referojmë ndoshta brezit 40-50, po brezit më të ri, se si i pikturonte këto pallatet Edi Rama me ngjyra, apo se si u liberalizuan vizat nga Berisha. Pra për këto të mirat e mëdha që vazhdojnë na bien si këmban në vesh, po në fakt pretendojnë tani se duke u shkolluar dhe jashtë, duke parë edhe një botë tjetër, ndoshta jo ideale, se nuk ka demokraci ideale, nuk ka sistem ideale etj, dhe pretendojnë të bëjnë mirë, kërkojnë. Kanë vrarë edhe këtë frikën, kanë të kaluar prindrit, po pastaj kanë një botë aty plot me informacion, që janë super të informuar dhe në fakt sfiduan Ramën. Nuk ishte më Rama ai më i duar trohituri. Rama ka disa ditë që ndjek tani. Ishin këta influencer pikërisht. Reagon mbi atë që bëhet çështje. E kanë humbur. Dhe të detyrosh një makineri të tillë të bëjë këtë është e jashtëzakonshme. Pra, un kam qenë shumë i zemruar për këtë për një kohë shumë gjatë, sepse këtu timonin e diskutimit e ka pas gjithmonë qeveria, ai ta diskutojmë pse, e dim pse, por ka ca kohë që nuk e ka më. Pra po ndjek në mënyrë kështu rigoroze atë që ndodh në shesh, ka ndërkombëtarët, ka i publik tjetër tani që është shumë i rëndësishëm, që për një kohë shumë të gjatë ka qenë i fascinuar nga kryeministri dhe prezenca e tij dhe qeveria jonë dhe ky sprinti drejt integrimit edhe Shqipëria në BE dhe gjithë këto historitë që në fakt e kanë zbuluar praktikisht, ka dalë shumë hapur dhe para tyre. Është hap të media ndërkombëtare janë të gjitha shumë të interesuara për protestën. Pra këtu u mblodhën një seri rrethanash, edhe çështja e Kushner, Trump, dhëndrit të Trumpit, patjetër, dhe ka pasur efektin e vet. Tani këto duhet I themi se janë të vërteta. Ndoshta edhe në luftën mes të majtës dhe të djathtës, s'ka diskutim, por
Nuk është se e krijuan ajo ato që është dashakeqe këtu është që qeveria jon përpiqet të thotë që kjo që po ndodh është pasojë e kësaj. Jo, është pasojë e Jo. asaj që ka Që ti ke ndodhur këtu. bërë. Jo që ti ke bërë pra, se Pra, ti e morë atë vendim. mund të jetë më Për ta. interesante për mendja ndërkombëtare, po kjo nuk e bën të drejtë atë që ti ke bërë. Jo vetëm me rastin e Zvërnesës, se tani protesta ka marrë për masa shumë të mëdha, po me mënyrën se si është qeverisur këtu, mënyrën se është trajtuar votuesi, qytetari, natyra, burimet, vizioni për turizmin, për zhvillimin, për atë që ne duhet të kemi. Pra nuk është e thënë që se prej shumë kohësh edhe në televizionet kombëtare ka një mbizotrim të kronikave për turizmin dhe ne flasim për turizmin si diçka e jashtëzakonshme që ka vetëm anë pozitive dhe shifrat e turistëve sa vinë shtohen dhe jeta jon të bëhet e bukur, po kjo unë nuk mendoj që është e vërtetë. Pra, jo çdo vend që është turistik është i zhvilluar. Nëse aspirata jon është shtrydhim lëng portokalli dhe të shtrojmë çarçafët e hoteleve apo të vilave të vizitorëve dhe mos të kemi të drejta as pronësore, as të sipërmarrjes, po t'i kemi të qëndërzuara këto në 5 duar investitorësh, të cilëve ju është bërë ligj elastik vetëm që ata ti shtojnë ato para që në shumicën e rasteve i kanë përfituar nga favoret që kanë marrë nga shteti ose nga bota e krimit ose nga forma të tjera, këtu kemi një problem shumë të madh. Po, dhe kjo pyetje duhet shtruar për ajo që ti the, është më Bregdeti yni, se kjo është simbolike pastaj për gjithçka tjetër. Nga të dhënat ne nuk i kemi publikuar akoma, nuk ka nevojë ta themi ne që s'është i yni, se është shumë e qartë vetëm nga një xhiro, po edhe pra edhe gjeografia po thot këtë tani. Po duhen faktuar dhe ju normalisht jeni gazetar dhe duhet t'i faktoni të dhënat, po tani nga ajo që shohim, nëse ne nuk do jetonim në këtë Shqipëri që jetojmë për ditë, por nëse do të merrnim këto fakte që ne po diskutojmë, do të lexonim këtë The Albanian Files, do të lexonim 20 shkrime nga Citizeni, 5 shkrime nga një media tjetër. Ti kupton tani që në thelb Shqipëria është privatizuar e gjitha pra. Po kush e ka privatizuar? Këtë do duhet ta thonë organet e drejtësisë, sepse janë ata që ngrejnë akuza, e ndjekin hetime. Po në fakt ti shikon që ka pasur ca vizione që janë përcaktuar si kanë dashur vendimarrësit e kombit, bashkarisht se dhe Berisha ka ato momentet e veta të kontributit. Po, patjetër. Pra këta për ligjet për projekte ndryshme këta kanë marrë më të keqen e të gjitha ligjeve dhe këta kishin një kuadër ligjor që edhe qeveria më parshme e kishte ngacmu pak. E kishin ngacmu, po dhe koncesionet qeveria më parshme i nisi, po Shqipëria superfuqi energjetike me hidrocentrale pafund në çdo prrua, ligji Shqipëria 1 euro që është përdor. Ne kemi disa hulumtime që tregojnë se si për marinën e Vlorës, për shembull, që është një nga projektet më masive, kemi ndërthurjet ligjit për investime strategjike me një pjesë ligjit më parshëm ku slogani i famshëm ishte Shqipëria 1 euro, janë bërë bashk të gjitha se si të kopsiten që investitori të ndihet shumë rehat dhe shumë i lumtur dhe jemi përpara asaj që po dhe sill këta investitor sill këto para që nuk dinë se nga vinë e si vinë, sepse vetë se supozohet që ligji për investime strategjike të ishte një ndryshim i përkohshëm që do thithë investitorët e huaj, të dhënat tregojnë të kundërtën, pra kemi thithur vetëm investitor shqiptar nga këta që kanë nga një këmbë në për tendera, në për punë publike, kanë edhe nga 1 ose 2 ose 3 rezorte me status investitor strategjik. Kjo është gënjeshtër. Po, edhe jo më Kotë Rama i quajnë para thënien e vet që është një bast demokratik ky, kolateral në fakt ka lënë Shqipërinë. Pra, peng nëse mund ta quash në thonjza ose si garanci. Dhe kush po e privatizon pra? A është ai? A janë të tjerët? Këtë qartësi duhet kemi, mendoj unë që dhe patjetër këtë, po dhe me një kujdes, sepse pra për shkak këtij sulmi që po ndodh, ne shpesh na ndodh edhe vetë në retorikë edhe në editori që ta sulmojmë sipërmarrjen private.
Dhe Jo, shiko, ke shumë të drejtë për këtë që thua. Unë kam pasë debate edhe në rrjetet sociale me komentues që fokusohen te aspekti i oligarkisë dhe qasja ime është që votën nuk ja u kemi dhënë atyre. Që do thot, ata janë biznese. Natyrisht, dikush mund bëj biznes konform rregullave, me përgjegjësi sociale ndaj qytetarëve etj, por ato janë biznes. Që do thot, duhet jemi vërtet, edhe thua, bëre mirë që e kujtove këtë aspekt, që jemi të kujdesshëm dhe respektues ndaj biznesit, po dhe ndaj mediave që i kritikojmë, sepse tek e fundit ky është një treg plural edhe gjithsekush bën punën e vet dhe do marri për sa kohë vlerësimin. je i sinqertë dhe nuk operon kushte Pikërisht, po, konflikti interesi kjo dhe sipërmarrjes po tani çfarë po bëhet, se sipërmarrësi, jo, unë kush kisha është sipërmarrësi? A duhet të po, jetë ai se që ka është forma të pronari i ndryshme. tokës? Eksakt, dhe këtu doja dilja kur thash mos ta anatemojmë pronën private. Pra nëse ne kemi një ligj që pronën private e merr, e grupon, e bën shesh për një grup shumë vogël investitorësh, atëherë kemi problem edhe me zhvillimin e qëndrueshëm të pronave edhe të asaj që është ekonomia turistike e vendit. Pra këto gjërat ne nuk i zbuluam turistët me këtë qeveri, pra nuk është se ne s'kishim qenë ndonjëherë në plazh edhe se kishim parë Ksamilin i marrën, Palasën dhe vendet e tjera dhe erdhi qeveria e re tani dhe na tregoi që ja ku janë. Se Perlat ashtu si dikush shqiptare. zbuloi një ishull dhe eci i zbathur aty, që në fakt ishte ishulli jon. Kështu që ne turizëm kemi pasur. Ka qenë ai turizmi familjar, i dhomave të plazhit, që nuk ka nevojë të jenë gjitha rezorte me pesyje, patjetër që ka njerëz që e preferojnë atë lloj turizmi, po ne nuk mund të zhdukim njërin për të bërë tjetrën, se ne po ndërtojmë vila private pushimin, pra nuk po ndërtojmë as infrastrukturë turistike në vend të plazhit, të natyrës edhe të këtyre sipërmarrjeve të vogla. Pra duhet të ketë një ekuilibër që unë shikoj që peshorja anon aq shumë ktesa që njerëzit nuk mund të mos zemroheshin. Se për ta sill dhe pak humor, një miku im me të qeshur na pyesi gjithmonë ku e bën plazhin ti? Si lloj batute për të shfaqur interes te përgjigja, po në fakt kanë ardhur kohëra që duhet pyetur ku e bëjmë plazhin, sepse praktikisht çdo hapësirë është zënë në atë formë. Kakomeja është një nga ato simbolikat që ishte zënë për 20 vjeta, sa vite? Po, dhe aty ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme tash. Banorët e Kakomes vet po e rregullojnë rrugën për t'ia bërë më të lehtë qytetarëve që të shkojnë aty tek plazhi publik. Pra pas ka dhe variante të tjera të zhvillimit të turizmit të bashkësive të qytetarëve të komuniteteve. Ja, qofse e kthejmë tani kështu, meqense po e personalizojmë. Unë kam një gjë parimore, unë kur shkoj në plazh nuk du të paguaj lek për shezllon. Pra e kam kështu. Thjesht se mendoj që Bregdeti mua më takon dhe s'kam nevojë të paguaj. Dhe po na mbarojnë vendet për me vënë çadrën dhe tendën. Dhe më ndodh shumë shpesh që për shembull unë Jalën e mbaj mend si vendin tim të adoleshencës, të pushimeve, të kampingut etj. Edhe herën e fundit që isha në Përzun, sepse nuk lejohet të rrije as tek ai moli i vogël që është në fund të plazhit, se mund vinë ai anijet na sulmoj, është infrastruktura e ushtrisë. Pra si që ti të shkosh tek shezllonët edhe të paguash para. Dhe mua nuk më ndodh kjo askund tjetër përveç se në Shqipëri. Kjo gjë, që unë ta kem të pamundur të shkoj në plazh dhe të shijoj natyrën, sepse duhet paguaj 20.000 lekshin ose 10.000 lekshin e shezllonit. Ose edhe më shumë se 10.000 është. Ose shifër më të vogël, mesatare të vogël. Nuk e di se nga që nuk paguaj shezllon, nuk e di sa kushtojnë. Çmimet kanë vajtur edhe më shumë, po nuk është çështje të çmimesh, ashtu si duan ta servirin shumë drejtues të opinionit publik në Shqipëri, të çmimet e jugut, më shumë se sa mendoj që është çështje e zgjedhjes së modelit. Si do ta zhvillojmë në Shqipërinë, se jo cili model turistik është më i mirë, se kjo është pyetja e dytë. Cili model turistik? A mund të ishte zhvilluar Shqipëria me një investim më të madh në edukim? Një investim më të madh që t'i sillet disa kompani inovacioni në Shqipëri? Që këta të rinj, këta kreativët që po diskutojmë ne, që kanë kaq ide, janë kaq të formuar, kanë parë kaq shumë, të zhvillonin veten dhe ta shikonin Shqipërinë si një alternativë. Sepse natyrisht gjithë ne jemi të lirë të lëvizim,
të shohim për më mirë, por ama që fëmia im që është sot 14 vjeç ta ketë alternativë Shqipërinë. Është tjetër gjë e zgjedhse është liria e individit për të zgjedhur ku të dojë të zhvillohet. Por ama Shqipëria ti ishte një alternativë. Domethënë sot ne kemi hezitimin dhe frikën çfarë orientimi do t'i japim fëmijës për t'u edukuar, për t'u zhvilluar. Dhe kjo është pyetja themelore që çfarë si do zhvillohet Shqipëria duke nisur nga këto dhe pastaj kalojmë ne është ky hoteli me 5 kate apo me 7 kate apo s'duhet ketë fare kate. Kjo është pastaj diskutim tjetër mendoj unë, që në renditje vjen i dyti i treti. Mos të harroj pa thënë, isha në Greqi para disa kohësh dhe ti habitshe me sipërfaqen e madhe të serave që shikoje, të vreshtave që ti shikoje. A mos ndoshta ky do ishte një model që sigurisht me subvencionimin e qeverisë, e shtetit, a nuk e di në çfarë formash, ndoshta si përmarrje private, më i shëndetshëm. Fondet e IPARD-it. A mirë, nuk po e lidh fare me to, po ka dhe modele ajo ishte një mundësi, pra, suksesshme pra. Një vend që shpërdoron në atë formë fondet e IPARD-it që krijon pra bëhet komplet i qesharak dhe i pabesueshëm për korrupsion të vogël. Sa ai është korrupsion shumë i vogël në raport me çfarë po shikojmë, është shumë e qartë aty. Nuk ka nevojë që ta është bërë zgjedhje do thuash. Detajojmë, zgjedhja është bërë. Po zgjedhja nga ne është bërë. Zgjedhja nga ne nuk është bërë. A kemi pasur mundësi ta bëjmë këtë zgjedhje pra dhe si mund ta orientojmë punën, qoftë edhe nëpërmjet produkteve tona e punës son hulumtuese si gazetarë, që publiku, qytetarët të qartësohen edhe për forcën që kanë, sepse u mboll ky miti që ne nuk çohemi, ne nuk bëjmë, ne jemi të pafuqishëm përballë veganit. Po kush është ky vegani tek e fundit? Është ky vegani që shkruan parathënin e një libri, e dorëzon kancelarit europiane këtë libër si dhuratë, si krenari, dhe thot nuk jam unë pas këtij libri, unë kam bërë vetëm parathënien. Pra nuk që nga dhe aq vegan kur e shikon. Si e shikon ti? Tani se po bëjmë edhe një analizë të simbolikës që na serviret të tërhiqet, pra nuk është gjë e vogël që kryeministri të tërhiqet nga krijesa vet që të ndahet nga arti vet. Ishte krenar për të deri para pak kohësh. Po është tërheqje taktike edhe kjo, se dje është përndau prap dhe tha e gjeni në një nga libraritë e Tiranës. Është le të ul mbase kjo do t'i arrisë shitjet librit, gjithë kjo histori dhe gjithë kjo për librin është një promovim më vete dhe publikuesi besoj keqe nuk ka. Nuk ka reklam të keqe, po çështja është që ky vegani, që po e themi simbolikisht ose kryearkitekti mund ta themi pa droje, sepse në fakt ai e ka ideuar, ai e ka menduar, ai ka ftuar nëpërmjet Instagramit këtë arkitekt. Po nëpërmjet takimeve, nëpër kafene, telefonatave, ka gjithë palishme që një kryeministër të dojë të shoqërohet me arkitekt. Po kur pastaj ndërlikohet situata dhe futet në mes Shqipëria, ndërmjetësimi me firma private, me biznese, me punë publike, favore, me llogaritje deri tek kubatura, edhe me llogaritje deri tek kubatura se si duhet jetë kulla, duhet jetë më e madhe, më e vogël. Po ja një rast ishte që nuk i pëlqente për shembull fasada e kojnit kryeministrit dhe një studio që këtu kishte humb konkurse vazhdimisht dhe nuk po fitonte dot asgjë. Kryeministri e mori në telefon dhe ata e shkruajnë vetë aty dhe thonë që na kërkoi që të ndryshonim fasadën e kësaj kullës në Tiranë sepse nuk i pëlqente. Nuk i pëlqente, po. Pra, kjo gjë duhet të shqetësoj. Se sa e lehtë qen ka që diçka që nuk i pëlqen kryeministrit, një investitor, dikush që është privat, që është i pranishëm edhe në sektorin e medias, në mënyrë të rëndësishme, i bindet një kapriço estetike të kryeministrit, thjesht se atij nuk i pëlqen. Pra kemi një marrëdhënie normale këtu shtet privat, nëse ndodhin këto gjëra dhe nëse këto pranohen. Nuk na takon ne ta bëjmë këtë analizë ose të japim përgjigje kësaj pyetje, po unë do ta bëj për dorëheqjen e Ramës, e kam fjalën. Dhe do ta bëj këtë pyetje, a do japi dorëheqjen apo jo? Po shikojmë, ne nuk e dim e para, po ka thënë unë nuk e jap dorëheqjen. Edhe e ka shprehur.
Nuk dihet si do vazhdoj kjo histori, çfarë presionesh konstruktive do t'i bëj dhe Bashkimi Evropian. Nuk dim se si do reagoj Spaku, po dim që faktet tregojnë që ndonjëherë janë ata që i hedhin benzinë zjarrit edhe më tërheqjen atyre protestuesve paqësor aty te kuvendi. Pra, sikur mos mjaftonte ajo ngjarje se historia vazhdon dhe përsëritet, ajo tërheqja në Zvërnec përsëritet edhe aty para vendimarrësve të kombit, i quaj unë, se në fakt janë vendimarrësit e kombit për momentin. Pra, Po shumë e qartë që njerëzit nuk i duan më. është shumë e Ana qartë. tjetër. Po, Unë mendoj që është shumë e qartë. Pra, kemi të bëjmë me një parashikimi im tani, se unë nuk para kam dëshirë të bëj parashikime, po tani vazhdimi është inertësi e asaj që mund të mbahet me forcë, pra nuk është më një vazhdim i paqët i dhe qeverisë tonë. Dhe po një lloj dhe i opozitës. edhe jo po sa do vazhdojnë, se shiko, Lurin, këta janë kasta e vjetër. Askush nuk ta lëshon vendin, pra aq lehtësisht, madhumendja në mendjen e tyre shkon, unë kam luftuar 35 vjet për këtë vend, për këtë karrierë, për këtë karrige, për këtë vizion që dua të shpalos. Ka ndodhur disa herë që këta pra. janë ribrenduar dhe i kemi pas prap aty në një formë tjetër. Po besoj që nuk mund të ribrendohesh pafund. Mbyllet cikli. Vjen një moment ku thjesht mbaron, është shumë e qartë ndarja midis atij që qeveris dhe atij që qeveriset në të gjitha format. Paktën unë këtë më shumë e shpresoj se sa e mendoj. Parashikime nuk mund të bëjmë. Nuk mund të bëjmë, do të shohim se si do të eci. Lidhur me këtë kanalizimin e energjisë që është krijuar dhe the shumë mirë, aty ka vërtet brum për tu ravizuar ndoshta një parti, një lëvizje re, ndoshta një lëvizje që do afrohet me këta qytetar, po e shikon të mundshme, sepse një nga gjërat që ne kemi të domosdoshme, siç e shoh unë, nuk është vetëm një qeverisje shumë herë më e mirë se kjo që është e më e përgjegjshme me një kontratë re me qytetarët, por edhe ravizimi një opozite që ta mbajnë në shina qeverisjen, cila do qoftë, sepse tendenca e pushtetit është gjithmonë të çakordohet, të shkoj drejt ndoshta jo të gjitha pushteteve, po flas në pikpamje të dëshirës për shkruar gjithmonë drejt kontrollit të plot, po kështu ta mbaj pra në shina. Edhe një ravizimi një opozite të shëndetshme shumë e rëndësishme për shoqërinë dhe për Shqipërinë. Si e shikon ti, a ka ndonjë mundësia, ndoshta nga ato raportime që ti je aty, ndonjë dilemë që protestuesit, ndonjë pyetje që protestuesit bëjnë, qytetarët bëjnë për të ardhmen, pra, ndoshta edhe të një partie politike? Ka disa nisma për ta strukturuar, për ta formalizuar. Ka shumë skepticizëm, ka shumë kundërshti, ka shumë cinizëm, ka shumë ide që unë një pjesë të tyre mund t'i mbështes, një pjesë jo, por mendoj që koha do ta tregoj, pra nuk është në gjykimin tim nëse një lëvizje që po formohet në shesh është e mirë ose e keqe. Unë nuk jam aktor në atë lëvizje. Pra ne po bëjmë punën tonë si gazetar, po transmetojmë atë që ndodh aty dhe me një lloj edhe endorsement edhe mbështetje ndaj protestës dhe lëvizjes, siç kemi bërë në mënyrë qëndrueshme me gjithë protestat e tjera, pra nuk ka ne gjë ndryshe, po ne gjërat duhet t'i shikojmë, pastaj t'i kritikojmë. Pra, unë shikoj një pjesë njerëzve që dhe tallen, pra unë nuk mendoj që ka vend aty për tu tallur. Si në ç'kuptim, si tallen? Me nismat, me format e organizimit e tjerë, pra nuk gjë është serioze. E ke fjalën në këtë diskursin publik të banaqeve televizive, ka kritik, pra dhe brenda nesh ka njerëz që mendojnë që një formë e caktuar organizimi është jo e përshtatshme, duket edhe qesharake e tjerë, po gjërat duhen marrë seriozisht. Pra nuk mund të bëjmë ne shaka me ato që njerëzit po përpiqen të organizojnë edhe të formalizojnë.
Kjo pastaj rrëshkasim në elitizëm, na duket vetja pak si më të mençur se sa Të tjerët, edhe po. duke ndejt ul kështu, fillon gjykonti, vë gishtin, ky është i mirë, ky është i keq, ky po bën këtë, ky po bën atë. Hajde. Po. Aty është vendi. Kushdo që do ta shtroj mendjen e vet, do ta provoj një herë atë, pastaj t'jap më. Mendoj që s'ka më vend për t'i ftuar njerëzit, se njerëzit janë drejtuar vetë drejt Ja, gjithmonë ka vend për të ftuar njerëzit. Edhe un kam një nga mendimet e mia për çështjen është që duhet të jetë më përfshirëse. Pra ka akoma vend për ta hap më shumë. Jo, e thash në kuptimin që ata janë duke ardhur, janë aty. Pra, nga të gjitha anët, grupe heterogjene, domethënë është një aktualitet, një fakt, një gjë që po ndodh në Shqipëri që është shumë e mirë në këto 35 vite, me thënë të drejtën. Ata që ndoshta opozita se ka bërë për gjithë këto vite për ta mbajtur llogaridhënëse qeverinë Rama, që është dakorcuar shpesh me qeverinë Rama, që të dy liderat kanë bërë dhe këto ndryshimet kushtetuese, se që kemi ardhur në këtë pikë që u lokalizuan gjitha pushtetet. I ka braktis kauzat në mënyrë sistematike, domethënë. Gjithmonë i ka braktis dhe koha ka treguar që ka pas në një përfitim kur i ka braktis. Kur ka leverdis. Po. Dhe atë që po bën qytetarët, pra. Siç e the dhe ti dhe ashtu e mendoj edhe unë, që jo vetëm Rama, po edhe të tjerët që e ndjekin atë na pas tani janë ndjekësit, nuk janë më drejtuesit. Këtu pastaj fillon se kur bëhesh ndjekës i diçkaje, dohet po shkërmoqen ato tullat e kësaj ngrehine që ti ke. I ka ikur monopoli i komunikimit, domethënë. Gjithë ne kemi luajtur në një rol të kjo, pra ti themi edhe këto gjëra, por roli më i madh është i publikut. Pra, patjetër. Pse kemi debatet zemruara për algoritmin? Pra, u kthye algoritmin në argument, thonë njerëzit që në shumë raste se është çik teknik si gjë kështu, shikon komentuesit që zakonisht çojnë duar trokitjet e postimet e ministrave që tani shajnë algoritmin si diçka shumë e keqe. Algoritmi është aty se është aty. Pra ti duhet ta formsosh dhe kur thjesht aty ka më shumë përmbajtje që është kundër teje, se kjo tregon realitetin, përpjekja jote, mega struktura jote për ta manipuluar algoritmin do kapitulloj. Se nuk mundet të qëndrojnë këmbë përgjithmonë me angazhim që është falso, është i sforcuar. Pra, shpërndajnë gjithë degët e partisë, shpërndajnë gjithë administrata postimet, komentoni me profile falso. Qeveria jonë bëri një klik farm me aplikacionin e aktivistit, pra siç blihen klikimet nga këto vendjet e lindjes zakonisht, e bëri me administratën e vet, do të jepte pikë kur shpërndaj dhe bëje pëlqime dhe pra ky është i njëjti kryeministër që ka bërë këtë dhe që tani anatemon rrjetet sociale ku po pse u investove për kaq gjatë edhe në këtë mënyrë që është, unë do thoja, është edhe shumë shqetësuese, është jo demokratike. Po. Të shohim çfarë do ndodh, ne do të jemi këtu natyrisht, por kjo pjesa e algoritmit pastaj natyrisht mendoj që është pjesë e propagandës që ai përdori, sepse nuk po dinte ku do kapej, të fajsojmë ca të tjerë, ta shpërndajmë këtë peshën e fajit te sa më shumë, dhe pesha e fajit nisi që me, jo këtu për të mbështetur dhe për të mbrojtur kastratin, po nisi që me targetimin, shënjestrimin e kompanisë së sigurimit te kastrati, dhe sigurisht ata bën një gjë shumë të dënueshme, pra të tërheqësh zvarr një qytetar të Republikës së Shqipërisë në atë formë është e tmerrshme, por ama dhe në diskur Rama dhe qeverisja ja la faturën në atë moment, sepse ne dim se çfarë bën propaganda. Pra të shpërndajmë sa më shumë peshën, të bëjmë sa më shumë kokaturku që kryearkitekti të jetë sa më i qetë tek ai vendimarrësi kryesor i gjithë kësaj katrahure, kasapane, po të duash të quajmë. Lorin, falenderoj që solle këtë këndvështrim, dhe këtë këndvështrim në fakt të bazuar në produktet mediatike dhe në punën tënde, sepse ndonjëherë është
më e thjesht të bësh kritik, jo ndonjëherë, po kështu është, të bësh kritikun se sa njeriun që prodhon, e kjo e lidhur edhe me ato zërat kritik ndaj qytetarëve. Publiku duhet kuptojë që qytetarët janë dhe në vështirësim përballë gjithë këtij sistemi të kapur PDPS, sepse Rama ka ata deputet që ka aty, atë numër të jashtëzakonshëm, do duhet që ligjërisht pasi ai jep dorëheqjen, kalojnë ca ditë dhe kalon në zgjedhje të parakoshme vendi, po këtu s'ka më hapësira për të krijuar një lëvizje që të motivojë shumicën e shqiptarëve. Pra, po nga ana tjetër, nëse do të shfaqet aty një mocion mosbesimi, do duhen ca vota që do duhet të bashkohen nga opozita dhe Partia Socialiste, nga deputet Partia Socialiste, megjithëse në Partinë Socialiste vetëm Koçeku është larguar që është bërë pavarur. Çështja është që opozitës vet nuk I intereson një zgjidhje pa të përfshirë. Kjo është mëse e kuptueshme dhe e hapur. Pra, jemi edhe përballë kësaj kapje ligjore dhe mosdhënie mundësish dhe natyrisht duhet kuptohet këtu edhe hezitimi për të prodhuar ndoshta edhe zgjidhje që nuk vinë mbase bashkë me këtë lëvizjen e re politike, po mund vinë dhe zgjidhje nga qytetarë që mendojnë për këtë vend, pra, nga ekspert, nga specialist të njohjes së kushtetutës, së ligjeve etj. Nuk e di si e shikon ti, sepse nuk është një situatë, natyrisht është thyer frika, kemi të I kaluar të gjithë vetveten. Pra, edhe parashikimet tona kur nuk mendonim se do ndodhte kjo gjë ndodhi, dhe shumë mirë që ndodhi, por deri tek zgjidhja, e pastaj janë dhe pyetjet e tjera, tek kjo zgjidhja e re që do vi, kjo kontrata e re që do të bëhet, si do bëhet. Kështu që është një proces, mendoj, gjërat duhen marrë me radhë, domethënë. Duhen marrë problemet duhet fillohen, zgjidhjet duhet të mendohen patjetër, po në këtë situatë që është aq e paparashikueshme, aq kaotike, unë gjithmonë hezitoj që të bëj parashikime dhe zgjedh bëj punën, domethënë, që të me një lloj përulësie kështu, ne do jemi aty, koha do ta tregojë dhe gjërat do shfaqen. Faleminderit që ishe në Gogo Pikal.